kohë më parë u vërtetua se një nga parashikimet e Baba Vangës u bë realitet. Bëhet fjalë për tërmetin që ndodhi në Azinë Juglindore dhe që u mori jetën të paktën 2700 personave, por nuk mbaron këtu. Legjendës bullgare, emri i vërtet i së cilës është Vangelia Pandeva Gushterova, i ka dalë një tjetër parashikim që ka habitur jo pak njerëzimin me vërtetësinë e parashikimeve të saj, të cilat çdo ditë më tepër po marrin jetë. E quajtur ndryshe si Nostradamus i Ballkanit, Baba Vanga parashikoi se në vitin 2025 do të ndodhë një katastrofë ekonomike globale, me tarifat e vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Parashikimi i saj u soll në realitet. Tarifat e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngjallur realisht një kaos mes fuqive të mëdha të transportit dhe tregtisë globale, aq më tepër sa u takon tarifave të Kinës, e cila vazhdimisht është duke u hakmarrë me kundra tarifa, e që në fakt duket se po kthehet në një luftë të ftohtë tregtare. Tarifat përfshin shumë vende të tjera europiane, të cilat duket se kësaj here janë edhe më të bashkuara kundër politikave të Trump. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.